Pavarësisht se njoftoi pa kohë më parë për përgjysmimin e taksave vjetore të pashlyera nga drejtuesit e automjeteve, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor nuk ka marrë masa për të shtuar sportelet e shërbimit. Pamjet flasin për një fluks qytetarësh drejtues automjetesh, të cilët qëndrojnë me orë të tëra në radhë për të paguar tashmë në mënyrë të përgjysmuar detyrimet e tyre. Përgjegjësi i sektorit të taksave në qendrën e kontrollit teknik, thot Porçeno Luan, se ky proces do të zgjasë deri në një afat të pacaktuar. Vetëm ditën e hënë llogariten të kenë shlyer detyrimet afro 800.000 drejtues automjetesh. Kemi një rritje të numrit të qytetarëve në sportel, pasi qytetarët ishin të informuar më përpara për ndryshimet që priteshin të bëheshin në ligjin e taksave. Kemi marrë masa për të rritur numrin e punonjësve tanë në sportel në mënyrë që të përballluar gjithë fluksin. Pavarësisht numri i qytetarëve që kanë prerë taksat ditën e djeshme është rreth 800-900 qytetarë. Drejtuesit e automjeteve nga ana tjetër shprehen të kënaqur për këtë ulje taksash, por shprehin rezerva për mënyrën e organizimit të punës, pasi u duhet të presin në radhë për një kohë të gjatë. Gati një orë. Si ju duket si nisëm kjo përgjysmimi i taksave? Shumë mirë. Sa do duhet paguar sot? Unë do paguaj nga 400 do paguaj 220. Është i çik rrallë, po jo shumë. Nuk priti orë. Projekti në fjalë parashikon mes të tjerash përgjysmimin e taksës fikse për karburantin nga 25 lek në 12.5 lek për naftën dhe nga 20 në 10 lek për benzinën. Por masa lehtësuese e qeverisë parashikon ndër të tjera që krahas veturave dhe fugonave të përfitojnë edhe kamionët dhe autobusët.